Se u deshëm vetëm pak minuta që keku ynë të bindej edhe të dilte nga tava. Ja shikoni pak, se thash do ja shikoni në Balkan Web, po me qënë se e kemi gati, pse t'ju lëm të prisni për më vonë. Shikoni sa i mirë ka del? Ja, kështu, me 2 shije, me 2 ngjyra, me fruta të thata, me fletës dhe abajame shtëpjekura, i shkëlqyer. Videon e gjeni pak më vonë në YouTube. Ndërkohë që kemi gatuar sot me produktet në Ranci dhe do vazhdojmë të flasim për produktet në Ranci, sigurisht duke ju dedikuar shëndetit. Me Alken Çuko jam në studio, nutricionist pranë Institutit Kulinar në Ranci dhe tema e sotme është shumë interesante. Mirëmëngjes dhe mirëserdhje. Mirëmëngjes, Nila, fillimisht. Do thënë që ai duke shumë i shishëm. Unë po e mbajta edhe pak, deri në fund do keni gjysmën e kekut këtu. Ta vendos aty në tavolinë? Edhe më pas, kur të mbarojmë bisedën, presim nga një copë dhe e provojmë. Pa diskutim që kur gatuhet me produkte cilësore, dhe rezultati do jetë cilësor në fund. Dhe sa thjesht, sepse ishin gati, ato janë gati, ato plurat, kështu që. E drejtë. Dhe në fakt, është një nga ato produktet, me qenë se jemi duke folur për kekun. Na çoj keku aty tek tema. E nisim me kekun, sepse është një kombinim i ndryshëm të drithërave, frutave të thata dhe karbohidrateve dhe të thjeshta dhe kompleksi, gjë që ne do të ndihmoj në përballimin e kësaj ore diellore që tashmë na ka ndryshuar. Dhe në fakt duket e çuditshme, sepse personalisht mua më duket sikur para një muaji ora kishte ndryshuar, para një jave ndryshoj përsëri dhe pas një muaji do ndryshoj prapë. Pra, koha kalon aq shpejt sa që realisht nuk arrin do ta konceptosh, do ta kuptosh këtë ndryshimin. Dhe sepse jeta vetë është e tillë, është shumë dinamike dhe ti nuk arrin do ta kuptosh. Dhe në fakt do duhet kohë që ti të adaptohesh me këtë gjë. Pra, akoma edhe më shumë kur dhe nuk e kupton që ky ndryshim ka ndodhur. Shumë njerëz mbase mund ta kenë. Në këtë periudhë ankohen, po. Do të thënë pavarësisht se ajo ora ndrohet të dielën, të shtunën për të dielën që ne na japi pak kohë dhe të mësojmë në 24 orëshin e parë, prap java e parë ndoshta edhe pak më shumë do vështirë, ka vështirë vetë. Erësohet që në orën 4:30, në orën 5 është tashmë mbrëmje. Dhe shumë e vështirë për ne në fakt ky arrësim i shpejtë, sepse ne jemi qenë që duam diellin, e duam vitaminën D, e duam atë vonesën e melatoninës në tru për të qenë më aktiv, më dinamik, për të kryer më shumë aktivitete ditore. Dhe normalisht shumë njerëz mund të kenë ndier lodhje, marrje mendsh, mund të kenë pak depresion të lehtë ose mungesë produktiviteti ose edhe çekuilibrim emocional dhe shumë mund ta lidhin me probleme psikologjike, por në fakt kjo nuk ka të bëjë me probleme psikologjike, por ka të bëjë me një orë biologjike që funksionon në pak si një orë zviceriane shumë e saktë dhe është ora jonë biologjike e trupit dhe metabolizmit tonë. Si e ndihmojmë në veten? Patjetër duke kombinuar, duke ushqyer dhe mirë ushqyer shëndetshëm, fal markës Neranci, e cila gjithmonë na vjen në ndihmë me produktet e saj. Duhet të kemi parasysh gjithmonë që ta marrim pak si shembull fillimisht që ta kuptojmë se si ndodh adaptimi i trupit ton me orën diellore. Pra, nëse kemi një makinë që ecën dhe ajo papritur kthehet në një kthes, trupi ka tendencën që të marrë anon, po. Dhe nevojitet një farë kohe që të adaptohet me ndryshimin e lëvizjes së shpejtësisë. Pra, dhe ky këndi që unë po bëj me dorë, pra ky diferencë, ky ndryshim është pikërisht dhe mënyra se si trupi jon adaptohet me orën e re diellore. Dhe normalisht gjatë kësaj kohe të adaptimit ne duhet të kujdesemi pak më tepër për ushqimin, sepse mungesa e diellit na shkakton që këto hormonet që trupi jon prodhon sipas orës diellore, sepse në fakt kur ne mësojmë gjatë një periudhe një vjeçare që të prodhojmë hormonet të caktuara në orë të caktuara të ditës, trupi e mban atë për një farë kohe, siç janë ligjet e fizikës. Pra, ato çfarë janë në lëvizje tentojnë që të qëndrojnë në lëvizje. Melatonina prodhohet në një orë të caktuar, kortizoli prodhohet në një orë të caktuar, dopamina, serotonina, çdo gjë pra ka orarin e vet, një lloj si një punëtor besnik që futet në kompani dhe bën check-in dhe check-out në orarin që është caktuar, se çuditshëm është organizmi, truri dhe gjithçka që ne mbartim me vete dhe shumë shpesh e neglizhojmë, nuk ja dim vlerat, nuk ja dim rëndësinë, nuk i njohim sinjale dhe nuk i respektojmë gjitha shenjat që na jep. Unë do doja që nëse me një herë, sepse shoh që kemi produkte të reja në fakt këtu dhe jam shumë kurioze ti mësoj se për çfarë na nevojiten dhe si mund t'i përshtasim në lidhje edhe me tematikën që ne po flasim sot. Atëherë, fillimisht, meqense ne kemi më pak ekspozim tashmë ndaj diellit në orët e pasdites, kemi nevojë për le të themi një energji më tepër, sepse rrezatimi i diellit na furnizon me vitaminë D, na furnizon gjithashtu dhe me atë stimulin për të marrë më tepër oksigjen, sepse dalim, le të themi, bëjmë një xhiro, një shëtitje dhe oksigjenojmë më shumë trupin tonë. Por Neranci vjen në ndihmë me paketime të ndryshme,
siç është dhe një super ushqim mjaft i famshëm, Ja, këtë që duhet të është dhe e re në fakt në tematikat e diskutuara së bashku. Pikërisht. Nuk para kemi marrë klorelën, por klorela është një mikroalgë, është një super ushqim, e cila është në ngjyrë të gjelbër. Është një produkt i cili ka më tepër klorofil nga çdo bim tjetër në botë. Pra, nëse marrim dhe algat e ndryshme dhe bimet e ndryshme, klorela ka përqindje më të madhe të klorofilit. Dhe jo më kot quhet klorela për shkak të përballjes së klorofilit. Okej, më Klorofili nuk është vetëm një pigment, sepse kemi mësuar në biologji. Po, në fakt. Na ktheve në shkollën fillore. Fotosinteza. Nuk është vetëm pigment, por është në fakt një element mjaft i rëndësishëm për oksigjenimin e gjakut tonë, sepse klorofili ka një strukturë të ngjashme me hemoglobinën. Kemi përmendur më duket në një emision së bashku, dhe duke pasur një strukturë të ngjashme me hemoglobinën, e gënjen në një farë qarkullimin e gjakut tonë për të marrë më tepër oksigjen në sistemin e vet. Dhe në këtë mënyrë ne oksigjenojmë gjithë trupin tonë, dhe duke oksigjenuar gjithë qarkullimin e gjakut, duke i dhënë oksigjen të gjithë organeve të ndryshme, atëherë ne ndihmojmë metabolizmin tonë për të kryer funksionet e veta metabolike. Si përdoret? Një lug kafe, është në formë pluhuri, po është në formë pluhuri, një lug kafe në ditë ose deri në 2 lug, në varësi të aktivitetit ditor, për ata që merren me palestër mund ta konsumojnë edhe 2-3 herë në ditë, është më tolerueshme. E tretur në ujë, tretur në ose në smoothie të ndryshme ose në yogurt bowl. Si vjen shija e saj? Ka shijen e barit, pak a shumë. Okej, pra është Po, është e pranueshme. E pranueshme, po. Ne ti shohim dhe këto kureshtje, okej. Është goxha e pranueshme dhe në fakt në këtë paketim ajo është dhe më shumë me vlera ushqyese, sepse paketimi i errët e mbron atë nga rrezikimi ultraviolet duke i ruajtur vlerat ushqyese të saj, sepse është shumë e rëndësishme dhe të përmendet ky fakt, zakonisht ne shkojmë në supermarkete, shkojmë në vende të ndryshme, shohim produkte, transparentja është më estetikisht e bukur për tu parë. Se ti e sheh produktin nga brenda. Se e sheh produktin nga brenda, por kjo në fakt degradon atë në fakt për shkak të rrezatimit diellor dhe rrezikut ultraviolet. Kështu që klorela është një nga ato produktet që duhet me patjetër gjatë kësaj kohe për të na ndihmuar në ribalancimin dhe në riadaptimin e kësaj ore biologjike që metabolizmi ynë e ka dhe e ka si një orë zviceriane. Kam, po, të shkurtër, pra nëse ne mbarojmë atë shishen e parë, është mjaftueshme të stopojmë aty, pra ka një periudhë të preferuar? Shumë mirë që e bërë këtë pyetje në fakt, sepse është realisht një nga ato pyetje që të gjithë e bëjnë. Në fakt, këto nuk janë ilaçe, nuk nevojitet rekomandim nga mjeku për konsumim. Në momentin që është një individ i shëndetshëm, pra nuk ka problematika të ndryshme shëndetësore, të cilat ka diagnoza nga më të ndryshmet, dhe do dojmë më pas rekomandimin e mjekut për marrjen dhe super ushqimeve të ndryshme, atëherë po këto janë diferenca. Por një individ i shëndetshëm, i cili nuk ka asnjë problematik, të mund ta konsumoj si një shtesë ushqimore, si një integrator alimentar natyral, pa ndërprerje, sepse është në fund të ditës një gjë bimore që natyra e ka falur dhe thjesht. Pra njësoj si ushqimet, si vaktet që ne konsumojmë çdo ditë, duhen edhe këto plotësuesit, le të themi, të elementeve që na mungojnë. Mund të bëhet një pauzë pas 4 muajve, 6 muajve, nëse do mërzitesh dhe në fakt t'i lësh trupit kohë një farë pauze për ta le të themi për ta ribalancuar dhe për ta rimarrë veten e vet. Por, pa diskutim, mund të niset prapë një muaj më vonë. Spirulina është e dyta në radhë dhe spirulinën e kemi sjellë prapë në këtë paketim të errët, i cili është gjithashtu për të njëjtën arsye për ta mbrojtur nga rrezikimi ultraviolet, dhe spirulina është më e famshme në fakt në dyqanet e Neranzit dhe ka bërë bujë shumë të madhe në momentin kur ne kemi futur në dyqanet tona, sepse në fakt dhe astronautët dhe misionet e tyre dhe gjata në hapësirë, duke qenë se kanë mungesë të madhe të shtesave ushqimore ose të burimeve ushqimore dhe nevojitet që të paketojnë shumë pak ushqime me vete për hir të kontaminimit e tjerë, duhet të marrin produkte ushqimore që i furnizojnë me shumë vlerë ushqyese në pak gram prej tyre. Dhe spirulina është një prej tyre, është një prej atyre super ushqimeve që e bën këtë punë, dhe spirulina gjithashtu është një mikroalgë që përmban sasi të larta të vitaminës B12, përmban sasi të larta të hekurit, përmban sasi të larta të vitaminës C dhe përmban sasi të larta të proteinës. Dhe në fakt, nëse e lexojmë nga pas në etiketën, për 100 gram spirulina përmban 57 gram protein, nëse 57 gram protein. Pra është një super ushqim proteinik, goxha në benefit për shëndetin tonë, gjithashtu përmban dhe një element i cili quhet fikocianin, dhe është pikërisht ky elementi, një antioksidant perfekt,
që jep dhe karakteristikën spirulinës, atë ngjyrën blu jeshile që spirulina ka. Mënyra e të përdorit është e ngjashme, besoj, ngjashme me klorelën. Spirulina në fakt ka një aromë pak më të rëndë se sa klorela, mund të jetë pak më e vështirë për të konsumuar nga individ të ndryshëm, për hir të preferencave, por unë gjithmonë them, nëse benefitet janë të duhura, atëherë ai është një detaj i parëndësishëm fare. Megjithatë, për aq kohë sa përzihet edhe me produkte të tjera, pra si në një smoothie etj, ajo do ta humpas edhe atë shijen pak të sikletshme që mund të ketë. Po provojeni se Alkendi thjesht i paraprin kësaj gjës, po të mendosh se sa pak e ndjeshme është, nuk është asgjë. Kemi edhe një shpëtim, le të themi, për të gjithë ata që nuk mundet të pëlqejnë e spirulinës, ne kemi edhe alternativën tjetër që spirulina në formën e kapsulave të tilla, pilulave. Është e njëjta gjë, thjesht janë presuar, pra i plurit presuar duke u bërë në formën e një pilule dhe është e lehtë për konsumim. Për ata që janë pak nazeli. Okej, çfarë kemi tjetër këtu? Kemi çajin e kamomilit. Është një çaj i cili në gjyshet tona na kanë dhënë shumë, është ilaçi i gjyshes, ndryshe i konsideruar. Dhe çaji i kamomilit, në fakt, jo vetëm për efektet e veta qetësuese që ka, por ka dhe efekte shumë të mira për tretjen tonë. Dhe në momentin që çaji i kamomilit na ndihmon në qetësimin nervor, na ndihmon edhe në tretjen, atëherë detyrimisht na ndihmon edhe në riadaptimin, sepse në ndryshimin e orës diellore, drita në syrin tonë hynë në një orar ndryshe nga çështësuar dhe kjo i jep sinjal trurit të ndaloj ose të frenoj prodhimin e melatoninës dhe të rinisi prodhimin e kortizolit që është hormoni i stresit. Dhe duket pak të çuditshme që pse trupi jon do që të na stresoj që në mëngjes. Por është pikërisht kortizoli ai që të rigjallëron pak gjatë asaj pjesës përgjumur kur bëjmë ciklin e gjumëzgjimit. Dhe ky në fakt quhet cikël cirkadian. Dhe kamomili, duke pasur epigenin, epigenina ndihmon në përmirësimin e receptorëve të neurotransmetuesve, siç është GABA, dhe GABA është neurotransmetuesi kryesor, i cili ne na ndihmon për të relaksuar. Pra janë si frenat e dorës për metabolizmin tonë në momentet e stresit. Dhe kur kemi vështirësi me gjumin apo kemi vështirësi me tretjen, çaji kamomilit është pikërisht ideali për ta realizuar këtë gjë. Dhe së bashku me çajin e kamomilit, në fakt janë vendosur rastësisht në këtë rend, por rastësia është mbreti i botës. Dhe çaji valeriana, po ashtu si kamomili, ka të njëjtin efekt, pra efektin e relaksimit të sistemit nervor, por është më potent se sa çaji kamomili, duke ndihmuar le të themi në rivendosjen e atij ciklit të gjimëzgjum dhe rivendosjen e ciklit cirkadian që metabolizmi ynë ka në mënyrë natyrale. Pra ka të njëjtat komponent, vetëm efekti është më i fortë dhe më i shpejt në çajin valeriana. Gjithashtu, hibiskus jemi me kohën. Si jemi me kohën, besoj 2 minuta do të jemi në fund, po ne do t'i përmendim. Çaji hibiskusi patjetër është një tjetër varietet i çajrave që Neranzi ofron dhe ndryshe nga kamomili dhe valeriana i cili drejt për drejt ndihmon në qetësimin e sistemit nervor, çaji hibiskusit ka sasi të lartë të vitaminës C që është një antioksidant perfekt, por ndihmon dhe në uljen e presionit të gjakut dhe studimet të ndryshme kanë treguar se çaji hibiskusit mund të ulin nivelin e presionit të gjakut deri në 160 mm shtyllëzire. Domethënë është një stimace që ne përdorim për presionin. Dhe kur themi ul presionin e gjakut, është rekomandueshëm për personat që kanë presion të lartë të gjakut? Pra, tensioni i lartë, presioni i lartë i gjakut. Që zakonisht bashkë, po. Por njëkohësisht kjo sjell dhe një benefit të tërthort, jo të drejt për drejt, për ribalancimin e atij ciklit cirkadian që metabolizmi jonë ka. Dhe meqense ne ndjehemi paksa të përgjumur dhe paksa të lodhur dhe jo të motivuar këto ditë dhe kafja ndonjëherë nuk është ajo zgjidhja e parë apo preferenca e parë që shumë mund ta kenë, ne kemi edhe gjinsengun e kuq në pikat e dyqaneve të Neranzit, ndodhet ky paketimi i vogël, por jo nga madhësia e tij, por nga vlera ushqyese, është shumë rëndësishëm sepse përmban gjinsenoside, të cilat janë
zgjusit apo aktivizusit e sistemit ton nervor. Dhe ndryshe nga kafeina, nuk sikletosin, le të themi, sistemi nervor, nuk na japin atë anksin, nuk na japin atë stresin, apo të djersitjen e ftohtë që tepritja e kafeinës apo ndjeshmëria që individët ndryshe mund të kenë, ju a jep kafeina. Gjinsengu njihet shumë, le të themi, në kulturat aziatike, ka rreth 2000 vite që përdoret dhe normalisht, si çdo produkt tjetër ushqimor i cili ka vlera shumë të larta ushqyese, ka një histori të tillë 2000-5000 vite në Azi apo në Afrikë, i cili është përdorur më përpara. Dhe në Ranxha të e sjell. Dhe me një fjali të fundit... Po, farat e lulediellit. Okej. Ndërkohë që gjinsengun e kemi edhe në ngjyrë të bardhë. Atëherë gjinsengi bardh dhe gjinsengi kuq, diferenca është i bardhi është paksa më i butë se sa gjinsengu i kuq. Dhe farat e kungullit janë jo për faktin e acideve yndyrore omega 3, omega 6, të cilat patjetër janë shumë të rëndësishme, por për faktin se farat e kungullit përmbajnë sasi shumë të larta të magnezit, rreth 536 diçka e tillë miligram magnez për 100 gram. Dhe magnezi është promotori kryesor i gjithë metabolizmit ton, futet në rreth 300 reakcione të ndryshme metabolike që do të duhen 30 emisione të ndryshme për të folur nga 15 minuta secili. Deri në fund të sezonit do t'i kemi kryer. Po, dhe është e rëndësishëm për prodhimin e energjisë në nivel qelizor, në mënyrë që ne të jemi sa më aktiv dhe të ribalancohemi gjatë këtij ndryshimit orës diellore në mënyrë që të kryejmë aktivitetet tona ditore dhe të jemi më të shëndetshëm. Të mos ankohemi, të mos përkëdhelemi, ora nuk e ndryshojmë dot, është njësoj për të gjithë, ushqeni shëndetshëm, flini gjuhë mjaftueshëm, respektoni oraret e hormoneve që Alkendi në tha në fillim, sigurisht që zgjidhin produktet e duara duke i alternuar ditë pas dite dhe të ndjeni atë energjinë që duke se na mungon në këtë ndryshim stinësh. Të uroj një ditë të mbarë dhe të pres me shumë dëshirë javën e ardhshme në studio. Faleminderit Anila, kënaqësi. Faleminderit. Dhe tani është koha për publicitet.